Gjithnjeket sërbë, unë kanë dra, me pëndrej ka shkelma, shë plaka vëtëse dhe sa dhe kësa dite e kam onodrat e shpinës dëmë tonë. Unë kanë dra se vesh që një më konë shqiptar. A dhe qëta që shmak në zemën me bon Shqiponjen? S'kam qare. Kosovës martire, jetën boshjake. Përshëndetje të nderuar shikues, me një kënaqësi shumë të madhe, mirë se po takohemi edhe në një javë tjetër të emisionit Në Votër, emision tashmë që po dihet që ju dedikohet fshatrave të Votrës tonë, të Republikës Kosovës. Me një kënaqësi shumë të madhe po ashtu sot, së bashku me kameramanin tim Kujtim Saqipi, ja kemi dedikuar një fshati i cili e ka emrin Vërshefc, mirë po me emrimin e ri tashmë ai thirret edhe si Blenaj. Pse Blenaj e pse Vërshefc? Si u ndërrua e çfarë ndodhi me të ndoshta? Do e kuptojmë përmes këtij emisioni që sot është një ditë me diell dhe bukur e nxehtë, mirë po për me e sjell para juve nostalgjinë e fshatrave, jetën e fshatrave. Gjithçka që bëhet aty, ne pa asnjë pritesë kemi ardhur sot këtu. Mbase mundim me pas një qetësi të njerëzve, mirë po në këtë fshat dëgjohen mjetet e punës si traktora, e shohim ndoshta një gjallëri sikur jo shpesh që e shohim në fshatrat e Kosovës. Mbase me shumë faktorë të ndryshëm, gjysma janë të braktisura, shtëpitë e mbyllura, mirë po sot qëndroni me mua sepse do i kuptojmë se çfarë po ndodh në Vërshefc ose në Blenaj për ndryshe. Pa dyshim që po duam ju falenderu, më falni juve shikues të dashur që nga java në javë ndoshta sugjerime, kritika e këshilla që unë me e bëj emisionin ndoshta në mënyrën më të mirë të mundshme. Faleminderit i për broadcast që e ka mundsuar me u realizu ky emision e i cili paton ndoshta në këshumujt me autona për këtë këto fshatra që jemi duke shku, po ashtu Aurora Klinci, partneri i ri, e i cili është lider i pastrimit me produkte italiane që e bën shtëpinë tuaj, biznesin tuaj me shkëlqy. Qëndroni me mu në këtë ambient të bukur të fshatit Blenaj. Kur thash që nuk dëgjojmë ndoshta shumë njerëz edhe në këtë kohë të nxehtë, po dhe orari që është i punave të tjera, dëgjojmë njerëz të cilët e punojnë tokën edhe me traktorin e tij është do e kosit barin, po i them kështu shkurt të shqip, edhe ndoshta me fol pak me ta, ndoshta me nis pejsoj, sepse ndoshta jam i pak I du njerëzit të cilët e punojnë tokën, sepse po i bjen që po mundohen me mbet gjallë, kështu që po shkoj edhe po mundohen me bisedu me zotriun atje, na pas ka kosit rrugën ka me shku shqyr se me qenë se në natyrë mundet me pas edhe gjarpë nëjë, tani masaneju në mëj me dështu emisionin sepse veç iku dhe nuk realizohet. Kështu që hajdeni me mu dhe shia në natyrën e bukur.
Që tash ja jepëm. Po të nëzot jeta. A i ja që shia? Ha? Qa po thët? Po thët me na shymë traktorin se na bën zhurëm. Po mëra, po të mikroni hera? Jep janë i ren. Valë që shëpo të emrin? Hajde, a ka peqer, jepi. A t'ja dhona një ren, tani e bojna intervistën, hajde. A shkujmë bashkë. Po na këcena i gjarë për na i ka. Po, sa. Në ta gjithë shton shtëprit. Hajde, hajde bismillah. A tri që ha? Nanin që shë? Po, bështosh. Hajde mos nanin të se s'ka problem. Po, të vesën e ti. Ja kom gjitë. Beli valla shëtitje ma të mirë mëti. Në me? Valloj, apo s'bejsh ma përri që aty? Unë je mirë. Qësh je? Mirë, si jeti? Që jetën blinoj. Mirë se erdhe. Valdeti. Beqiri. Falemderit shumë për këtë shëtitje. Une, kër e bona prezentimin e fshotit atje nuk nisha shumë njerëz, po nisha traktora dhe ma murmenja që dikush në të punu të ukën. E vërtet është. A ka beqerë për Urna. thëmë që ose mundëm, Urna. ti jeto e kësit këta borja është jyti e... Ja, nuk o jami. Se më të regove dhe ma herët, për nuk e di sa... Jetë nga që poshtë, është? Se na dëgju. Një farë jetë mirë, është? Po. Unë punoj shumë me pare, punoj në. Kostitje... Qësoj ke blek të maqineria, apo ja vlenë më o marrë me to? Ja, kjo maqinu kjo është 87 kjo është. Po. Këto në plakë ma ka ble. Këtë 39 traktor. 39 që po. Po. E këtu, po më nej se me qinë se jena të tuka këtu, a i ke ble veta... Po ja, që tonë kom ble pra 2 muje kom ble. Po, a? Po. Që so mirë është me këtë farë pune? Valla, që 30 vjetë gati. Që 30 vjetë? Po. Ju një mënë qështu njerëzve... Po, në të nantë në shonë, boj drumë, kositje, që atë ko nevojë kësha pëzin. Po. Zoti Beqer, me qenë se jena këtu në ora, sa tu punu këtu kanë fshatin e juvë? Që ta është ko gja mirë është. Po, a? Ko gja dukur që është ko gja Se mirë. zakonisht ku njëna me për fshatra së që punuat edhe fërë, se kanë Ja, ja. praktis njerëzit edhe... Që tu fshata që ti mund që kje veni këtu a pëzin, Po? pare 70 vite këtë batalë të e mëhe. Mhm. Po ta që i kanë kësi tu këtë kejtë a pëzin, janë të punu të shkrejt. Të punojnë Po, tukën. po. Ti fshatit blinoj. Blinoj, po. Tregom pak që sa vite i këtu, ne me atë sa kom informacione di që jeni të ardhur. Këtu ndoshta pejt parëve. Të parëve, po, unë jam këtu, jam Venali jam këtu. Venali. Po, Venali, në këtu kom le. Do më dhoj, e kem ri periudhën me kejtë sfidat, do më dhoj luftën e Po, kem po, keq. Me u këthy pak te lufta, me qenë se një fshat i rrethuar me male, për ndryshë nuk e di ako mësek hynë me komunë të Lipjanit. Komunë të Lipjanit, Se qartë. nuk ka bom. Qka ka kalu Blinoj? Po ta vo pak atë kompetencën si me ka administratori i fshatit. Po ti, falimderi për ti, lufta këtu ka këtë luftë dhe mëna ka. Ka posë dhe të mëtu ka posë. Në 600 për vetë. 6. Plus një i atë në 7 është. Po. A ka pos luftetarë që kanë veshtë uniforme në ushtrisë jemtare, apo civil? Ate këte në ka civil, po ka posë që edhe që ka posë uniforme, ka posë që janë ushtarë që janë. Po. Po, unë e di që Blinoja, keni Blinojën atje me kafshë të ndryshme, pas luftës mbase, sa u bo për fshatin e ju? Jo, aja Blinoja të e më djosh. Po, pe di që më, që ata pëthëm si, ndoshta si një gjëtë të mire keni Blinojën, po më që është të rrethuar me kafshë që kena me pasë, edhe me vizitu atje, po du me thonë, si fshati mirë me natyrë, sa u punute ju, sa ndërtu, sa ju ka një mu shteti, komuna. Shteti në ka një mu, komunë në ka një mu, qëre mas lufta pëzin. Do farë që jenë, do farë që bishin, ndima që bishin. Po. Që ato ka pak në ka një mu, tani kështu këtë veta pëzin. Po.
problemet me asfaltin e kishe edhe nuk Po, më besoj që ndaj fshat në Kosovë ma ka probleme në asfaltimit rrugëve. Ujnat e zezat, ujë sjellës? Po e kena ato sjellën e kena. E keni? Po e kena. Pi avlej ka pra mu këthy këto? Po këto vani mirë shumë. A keni mërgjimtar heq jashtë? Po kena shumë po. A pi dan menja aty në më këthy ajo? Po petimi faleminderit shumë na ndihmojnë. Po, Po mirë shumë. personalisht ndaj familjara e E kiti? kam lavin në Zvicër e kam. E përshëndetje shumë lavin. Kam motrat, i kam në Zagreb, e kam të Edi, në Gjermani e kam. Po. Mirë shumë petimi faleminderit shumë petimi. Shumë e mirë se e kanë mundësinë me të po për mes emisionit se ty të punuj, po edhe e shojnë pak shatin edhe nostalgjin. Unë i kam ja 3 lëpe, 2 mshira, 2 vigje i kam ja 7 i kam. Po i kultivan ka pak Edhe me të mirën me këtë e bëden. Do më do qa ka me bujtësi e bletëri? Këtë po. A i mon vish për veti, a i mon edhe për me i shit, mos anë që me mujt ka pak trektime bo me tu? Trekti mojna për veti, me shite, qështu e bëden. Me krejt. A shet te këtu lagjët e juva këtu a ju? Po jo, po vinë gjinja, pa një bojnë për marrin për kamusi vinë marrin. A do më thotë i merë për me orë njerëzit me vle, a i hesë në zonë për qumshtin e kosin e djathën? Jo, për kosin e qumshtin e djathën këtu edhe për katën e bëden i shies me këtu bëden. Po. I kem gjinën që vinë marrin bëden. Qëre, une kur takoj që si njerës që dojnë venin e tyne që s'po dyshoj heq. Pa ja u bo një pyetje provokuse nuk e la. Tash te e pas ke vlau në Gjermani. Në Zvicër këkëndjes. A e ke shelëshu vërshevë nëse blenajnë për me shku mërë? Jo. Pse? Jim konë që jone ja 3 herë im kone. Im konë të lavë im konë, të gjemë të mizë im konë bëden në vizit, po jas si jo. S'javlej? Jas javlej, po t'kallëzaj. Qka bëjsh Allah ile kërë shkesha të mungaj ke traktori? Allah ile pas t'kallëzaj, kërë mi shku mas foli, kërë mi shku, mu ka duk 2 se kërë një muj mu ka duk. Me pas mu që dita me në knej isha këthyve. Se vlavin pun, unë në banizë. Qka me bo? Qka me bo? Dole për të pusë, këtë drejtë që të pusë, 1 kilometr kam, kanë se njefësha kërkoj që e bëdin. Edhe ta në gjysë ju. S'ka me vend tonin, pasha zotin. Me vend tonin s'ka, vërtet është. Me zjenë se jena të veni ju, se unë e di që jenë punë edhe shka gjatë nxet, nuk përdu me ta marrë kohën, qysh e kaleni me njëni tjetër, këto banorë kënë shumë të mirë, pak të unë e fujna me... Shumë mirë, që ata 2 të kujshitë të kam. I përshëndesim kujshitë. Na sufin edhe jetë mirën, shumë mirë me ta kalaj. Gjithë me ta po me ketë përsa me krejtë. Që kjo është ma e mira. Ja, fakt mirë kalullin në këto. Që kjo është ma e mira. Para shku so, je në vërshef, spytja e fundit, po të premtej, për çka mohet men blenaja në shtatë, që jo, a ka najsen se se cili fshat ndoshta e ka një historia, mohet men për najsen? O, edhe lufta mohet men. Lufta, që ajo edhe ndoshta që është ma dhe më shpja. Që ajo lufta për kalzaj. Ndërkohë, rrugës nga erdhëm këtu te fusha kush të punu, ku je të punu në fakt zoti Beqir, e pa me dhe një tabel ose një emër rrugë Brigada 113. Jo është dediku kujt? E vërtet është, ato janë 2, është në gjatë vëniqi, ka qenë i plagas në koshare, edhe lavit në atan vëniqi. Edhe ky fshat Blenaja si secili vend ndoshta i Kosovës që ka jep shumë edhe ndoshta me sa e di ka qenë 90% i shkatruar dhe është ndërtu ndoshta prej fillimit. E vërtet është. Po. E vërtet ka fjalë, ka qenë i katruar shumë komplet ka qenë. Po. Edhe që do merr kuptim ajo fjala kur thotë edhe zoti Beqir që ndoshta për çka mbahet mend Blenaja sigurisht që është lufta e fundit në Kosovë që kalon dhimbje edhe ndoshta plagë të cilat nuk harrohen kurrë. E në veçanti 6 persona janë të ramë në fshatin Blenaj, që si jam i saktë. E vërtet është. Ata kanë qenë në ribartë vogël. Po. Ato ata në fshatin Blenaj ata janë. Po. Lavdi gjithë dëshmorëve, zoti Beqir. Nuk vëdu me ta marrë ma shumë kohë, në vazhdo punën tënde. Faleminderit. Edhe urej që me taku edhe në najonin prej kojshive t'juve dhe ndoshta me sqaru dhe pak ma mirë kush e nje ma shumë historinë. Kështu që të shkof puna mbarë, e faleminderit qindra që ma dhe një shëtitje me ta këtë. Te ju faleminderit shumë, kalani si e ma bukur. Faleminderit shumë, po ta marrë shto se është me mu, ma të full keq për mu në ajsen. Ja, s'foli keq, faleminderit shumë, kalani si e ma Faleminderit shumë, respekt. Për te mos e kujtu, se sigurisht për ju me pak pami, kjo është vetëm fillimi i fshatit Blenaj, sepse po mundohemi që ndoshta me marrë edhe pak për historisë e ti, e kuptum që ndoshta si piknisja e gjithë shkaj është lufta, e po vazhdojmë tutje. Pami të punu, zotri Beqir, e po shkojmë lartë me njerë.
Tu ecë rrugës në për Blinoj e kom taku Bacen Hashim, njëri fantastik që na priti pa njo pa dy që thunë, a mirë se e gjetëm. Mirë se na erdhët dhe mirë se veni për gjithmonë. A bën këna, a i pret musafir të këfshat, a i ka prit gjitha ju? Janë mik prica, prinse e moj men, janë Mik prica. Po. Mik prica. Po. Mirë bëll, traditë shqiptarit është. Po, normal. Për ndryshe, Hashim mzijun nga këfshat. Qysh pe kaleni, qysh jeni, a jetu punu, a jetu vy, Mirë. i pandalshëm. E pandashëm për gjithë herë, jem punëtor për gjithësi fshati. E kështu që mësafir ke marak që vinë, i mirë më presëm. Që unë e erdha mësafir se të pa i thirë heq. Nuk kam kohë se ishëm shku, kishëm pi qaj, kafe, edhe drejt po. Të rrit në era, po bëllë mjafton, unë e di që ti e në punë, po du me full pak Baca Hashim, në ashtë aspish punë me të thonë. Jo. Edhe pse kështu ma i ri, se unë e valoj se the, në jam halo. Shëfa gjokësi. Halal të kohë. Po du me të pyt pak për fshatin Versheth, me qenë se pas ke linë këtu, në ashtë edhe Po. babë babgjysh e kam ri me qenë këtu. Po. Qka përjetoj Vershethci? Ndoshta lufta, unë e di që ndoshta si piknisje edhe mshme është lufta, Po. e ka vazhdu më kënej. So, pak është problem, kjo fshati është i djekt. Janë 8 personat që janë vra. 8 janë? Po. Po. 2 janë fshate, 2 tjerë, dhe tjerë janë në fshatin në Ndërbar. Atje janë, kanë dhënë jetë Për liri e pavarësi? Po. Gjatë luftës, ti ku ishe? Ku isha piktuhet në patën djekët, në patën boshkam. Fshati ka qeni i shkatrum? E shkatruan terën, si thonë terën me temel. Ashtë therë nuk o gjithë fityne. E ndërkohë ne u patëm langu për fshatit, unë u vendosë një kohë në Prishtinë. Me qëtneket sërbë, unë kanë dra, me pëndrej ka shkelma, shumë plakavëtëse dhe sa dhe kësa dite e kam onodrat e shpinës dëmëtëm. Halo ki pasoja. Po. Baca Hashim e ke përjetu edhe rrajen prej qëtnikve serbë. Po. Qështë e kujta në atë kohë ti tash? Unë e përnkojtoj katastrofket. A mo ti pështove, marë nësishme që... Po që aje se atë qatë farë që më kanë dra që as vetë në këkum ditë që i konja ma. Kështë për mës me dash më të fellu mirë, po pse ka qenë arsyeja rrajes? Më kanë dra se e vesh që një më konë shqiptar. E që e ka shqiptar? Po. A e dërzu në heri cilë shqiptar? Kërë si një më dërzu. Halal të koftë që kjo është. Ata e sakrifikun vetën për qëtjeri, ndoshta ati edhe pak e ra dhe ki halo, pasoja mirë, po a jetu po kontrola shëndetësora? Po, allo që para 2 jove e kom pas 2 kontrola. Ti shumë mirë që je pozitiv, po halo thu, që farë gjokë si kam? Po, valoj se kam njëtë bile Me u dërzu? më dërzu aty në qanel bashkës. Halo jetu punu, halo po e mbonë familjen, sa antarë familje si? 7 antarë. 7 antarë. A janë të rritën, bile, a janë Po, të rritën. zotët me punu? 3 vojzat po, djallën e kam 3. I pas me jetë gjatë. Falem derit. Qajo me rëndësi. Po du më të pytë me qenë se pas ke përjetu shumë, për fshatin Blinoj, a ka punu komuna? Rrugë, kanalizim, Po. ujësjelës, Jo sjellëse ndryqim? ndryshimet po të gjithat, vishë edhe ujësjelëse në mëngon. Edhe këto besoj si shpejti Kanë ardhë. Po. Kanë ardhë. Do thot ka punu komunat, Po, ka punu. edhe jeni të knashme do. Se adin do premtojnë e nuk i bojnë, kështu që thonë që se kanë premtu i kanë realizu. Falenderoj Imri Ahmetin, Kretari. që to po, kretarin, që to premtimi që i ka dhonë, e ka premtu edhe një me ati që të. Shqyqër bre, shqyqër se prej një fshatit që në luft, që shte me themele me ndërtu edhe njëherë shko gja mund. Po, Vershethci për shka na i sen mohat mena, e din, në shta... gjithmonë o mojt, o përmen, për smiri. Për smiri, për njerës të mirë. Po, se edhe kemë edhe Lipovicin të Blinojën, edhe atje kemë 7 segra, Po. ka praje thije, gjithë, gati të gjithë atjen. Ju keni edhe këngëtar këtu, Baca Hashim, vlëzrit Mziju. Vlëzërën të Mzije i kam kushërin kështë. A po? Po. Qëfar njerës janë ata? A E ke po që janë këtë njerë? Jo që i kam kushërin. Po.
Jo veç unë jam I knasht me ta. Po. Fjallë të mira kam për të gjithmonë. Bilbyla janë ata, s'ki qka. S'ki qka. Edhe një pyetje se s'po muj me dal, shtu me blektëria e morë në herë, unë e di që në përshatra pa pas leps. Po, bëlla është e kam një kujshit tjetër në lagje. Po. Ka dele. Blerimi. Po blerimi. Ha, po, blerimin, për një. E qaj. E po shumë mirë. Punon shkollë, nashta nuk ki dëshirë me folë, po parafërsisht se unë e di se është hala të moj procesin mësimor, I punëtor teknik, sonë se ka parafërsisht. Parafërsisht parafërsisht dhe kënë ka... 150 në isen? Ma pak. Ma pak? Po. A ka nik, shto? Disa. Pikrisht të ikja, a ka njerës që kanë shu fshatën e ju, me shku jashtë për shamëll? Që janë kumë ma herë, dhe para luftës dhe paka shumë mas luftë. Qërë ta shte? Në basë kushtë, në basë kushtë, normal. Qërë ta shte? E ke përjetu luftën me ato sakrifica që na I the. Një mesazh për du prej teje në fund për ata që lakmojnë për me lëshu vendin ty të kanë ra qetniket serb, prapë dënë vendin tanë, prapë jeme pozitiv, prapë e ke gjokësin e fort, që e kështë thonë këtë atyne që vendin e vetë, po ne jo që nuk e dojnë, po e lypin një jetë ma të mirë. Këshire, edhe ata nuk janë pej që e kanë lëshu pej mëndës madhe, kushtet janë një konë qatë ko pej 2000 se të kënej në varën që e ke edhe luftë asane, janë dalë për... Për halët vetin, po. Shkurt e Shqip. Po. Po du më të falenderu, se ndoshta në pikë në zetit pranove më folje edhe me bisedu edhe ti qela pak dë plak këtu atë vjetrat, po urej me të po që shtë të fort, që shtë gjeta dhe për të lanë. Po. Po unë e kam dëshirë, unë e jo vesh sot. Po. Po e herë tjera kam dëshirën të që më na vizitu. Kina marë të rëgohëm pak ma herë kafe, qaj, besta dhe drink. Po që gjithmonë ju, e bërë që zotë ju dhashtë e falemderit shumë që më prite. Me të mira. Falemderit shumë, e pa të shëndet gjithmonë. Falemderit e du në fshatin se pasha zotën s'ka maj mirë. S'ka, e vërtet. Po ta marë që tonë se është me mu. Ja, që kja falë. Falë t'ko. Falemderit edhe njëherë, e mos të ljallë puna e mbarë. Falemderit shumë. Falemderit shumë, shumë falemderit. Po ndohemi me Bacen Hashim e po kalojmë tek Lipovica, ose që shna thate Blenaja atje, ku në fakt ka dhe kafshë tjera, po e kemi edhe blerimin që unë e përmenda I cili I mban delet, që ndoshta shumë rrallë kush I mban në ditët e sotme, po besoj që javlen. Bacen Hashim, falemderit shumë. Falemderit shumë. Njerëz fantastik. Përshëndetje, çish jeni? Shumë njerëz mikprica, edhe unë e thamë në secilin emision, ndoshta nuk u mik që tradita jonë është që me qenë dorë lirë edhe me qenë derë hapur për kush do të qofshin ata mysafir, tradita e shqiptarit ka qenë gjithmonë kjo. Nuk e di kujt në qoftë se ma aprovon mendimin me e dhonë vetëm një rend deri këtu të shohim që ka para se me kalu tek Lipovica, po që e mira që ky fshat, siç na tha dhe zotri Hashim edhe për këtë informacioneve që nuk u harru prej pushtetit, këtë do të me konë shtalla e deleve, sepse po shihet, e blerimin e takojmë ndoshta më vënë. Isha të thonë që shumë mirë që nuk është harru prej institucioneve, është punu, ka asfaltim, përveç ujtë të pjesë që ndoshta në secilin fshat mundet me qenë pak problem më I theksuar. Mirë po njerëz të mirë me njëri tjetrin edhe kjo është ajo që e zbukuron vendin tonë që na jem miqdashës edhe miqpretës. Gjithsesi, ndoshta ky është fshat shumë I madh, nuk e di a e pëto mende, po sigurisht që pyesim sa banor mundet mi pas në tërsi. Gjysma prej tyre, siç na thanë, që nga hallet edhe sfidat e jetës që pas luftës, që lufta I ka shkaktu këtij vendi, kanë bërë që me ikë në mërgime. Unë e di që zemra ju dhem që nuk janë në tokën e tyre, mirë po tek e fundit ju mërgjimtarë në qoftë se jeni nga fshati Blenoj, unë e di që ju e dëni vendin e juve dhe kontriboni për vendin e juve dhe jeni infuzioni I Kosovës. Ka me thonë personalisht deri sa des. Që të pomje fantastike edhe masana I po kthejmi me njëherë me kujtën.
Në qëto momente gjendëm në zemër pikrisht të këtij fshati, në zemër të Blenajës. Edhe po ta shihni me atë sa po e shes ju edhe jo përmes kamerës, mundi me po që është një natyrë e mrekullueshme, përveç asaj që i nxehtë ka nisë nga pak ndoshta me e përvëlu kështu tokën, me qenë se jemi në stinën e verës, po i shohim edhe delet që me gjasjen të blerimit të shokut tim, edhe janë edhe ato në rhije. Kështu që qa po du me bosh me shiju pak edhe po du me prit blerimin për me bisedu mandej me to për këtu dele, këtu veç sa e lam festën e Kurban Bajramit e të tjera e të tjera. Për ndryshe, në këtë tokë që në base se nuk o shtëpia e shojmë edhe një shtëpis dhe cila përdoret edhe gjatë verës, për edhe gjatë dimnit mundet mu përdor, për këto na i tregojnë edhe vetë pronarët, për ndryshe edhe një bashkë shumë e vogël që tashmë është të urrit. E ako uj për me ujit bashkën e të tjera, e vërejmë masane edhe kur bisedojna edhe me pronarin e tokës. Njerëz ma punëtor, zdi, e bovë zoti hajrë se qërë edhe atjellë një traktor kush të i të bu sonat, në base është pak largë, ndashta e kam mundësin edhe me to me bisedu, më skuft familjar i blerimit garant mundet me konë, po bisedojnë edhe ma vanë. Kështu që shjeni pak pomje, po pim diçka po freskohmi, për derisa ju shjeni pomjet, vali kthehet prapë te jo me blerimin. Qysh edhe ju thash, nuk muj me kalu prej fshatit Blenaj pa e taku edhe blerimin. Blerimin një djallë që nuk mujna me thot që i ka këgja të vjetë, për qatë sa i ka, ndështë ka të kalu me shumë, edhe shumë punëtor. Blerim, shokë jam mirë se të gjeta në fshatin e juj. Mirë se erdhe Val, faleminderit për vizitën. Nëzet po puna me onal jo, qëka është puna ju? Po i qërë tash na një vjetë e presëm, që një javë verë për me siguru ushqimi për bakti, që me pas më rahat dimni tani ke pak me nej. Tani rreni ma rehat. Po du me anis kështu, po i shot delet në fillim kër e prezentova në fakt këto dele i keni të përbashkët. Kujdeset edhe vllo, është edhe një shok i juaj. Po Val, delet janë të përbashkëta, dikon spori kër i kemi startu me 20 copa dele. Edhe ky vllau, më fort ky vllau o mirë me tu, o mirë baba i ndjeri që tash nuk jetën, kanë tru jetë para një viti, edhe i ka lëshu ky delet në atë pjesën anenej, edhe baba i ka lëshu dytë. Edhe janë bashku delet, edhe ma kem pas problem me i da e me i gjithë cilat. Edhe keni vendos bashkë. Edhe i kena vendos bashkë me një shtallë, edhe tash të janë tonët, shumica, ma shumë janë të ati shokit Hajrizit, cilin e falenderoj shumë, i cili gjithë na e kem krah djathë ma shkurt. Jeni bo, qëre tash, ndonë se kanë erë dhe pse nuk është gjogu i njëjtë, kanë erë ndoshta miqasia të bënë edhe familje me dikon. Me bashkëpunu, me punu bashkë. Të partë e tonë jonen me ta shumë, një darkë nuk e kanë hongër pa njoni tjetër, dhe më thonë së tërgjyshi jem. Edhe gjyshi i Hajrizit, një darkë se kanë hongër pa kon njoni të tjetër.
pa konë bashkë. Edhe që tash mas 50 viteve, muj me thonë, prapë na jem bashkë që është të mishnun, sa që veç gjumi mund me na do. Edhe ka i hera gjumi, se rrim bashkë gjithë natën. Gjithë natën. Po do me folë pak për te punëve që i bëni, sa copë janë parafërsisht bashkë që i keni kështu? Parafërsisht gjitha komplet, te i para Bajramit, ta që kurban Bajramit, janë konë dikun rreth 400 copë, ta është mujnë me konë dikun 320 copë që ato dikun, ose 300-280, mesatarja është 300. Po, ju shpesh shohim në përfshatra, në fakt, blerim që i majnë edhe i kultivojnë e merren me këto, sa vlen, në fakt, me o marë, sepse është masane edhe tregtia, sa të që është sfid me i majte, me i kullose. Fitimi me dele është fitimi mirë, po edhe është punë e mundimshme, se nëse nuk je vetë teknik i veterinës, e ki shumë problem, e para është mjekimi tyne, të cilën e bën vetë ai shoki, ai rizi, e bën ky vllau, se një veterinar në ditën e sotit me ardhë vetë startin e ka 70 euro. Vetë 70 euro. Llogarete me konë gjithë ditë me të desh veterinari, siç na u desht në kohën në janar shkurt, dikun o dal një parazit i njerit, i cili i ka prek delet, edhe e kemi marrë një kingjë, hajrizin fakt e ka marrë, edhe e ka qunë institut në laborator o dal parazit i njerit. Atë parazit me ndihmën e një veterinarit, cilin edhe ato e përshëndes shumë, është e Sat Bresa për i fshatit Grack. Po. Në kanë ndihmu edhe me medikamentet njerit, me surupat njerit, kemi arrit me dal një ilaç. Me parandalu virusin edhe me dal një ilaç edhe me pështu kingje. Me gjithë se kemi pas humbjet madhe ofër 50 copë janë shku. Po, shumë keq. Po du me dal tash pak tek Blinoja, te Vërshevci tash me Blinoja. Me atë sa kuptova, Blinoja ka emrin shkak që është i rrethun kryesisht me dru të Blinit. Dru të Blinit që ashtu është dominant druni i Blinit. Ka edhe dru tjerë cilët morrin pjesë qarrit, bungi, shpardhi, po dominant është druni i Blinit, e sheni këto pjesë të knenaj, gjitha janë me Blin. Është ma shumë dominant druni i Blinit, edhe për atë arsye e ka marrë emrin fshat. I ri po, nuk e di a guxoj me ta, përmend moshën 30 vjetë, po besoj se ki problem. Jo, sa është gajle. Që ka mon men ashta për fshatin, po thamë për Shevc, tani pi thom edhe Blinoj, për ashta s'ka problem, sepse njihet ashtu. Që ka mon men, që ka diçka në ashta natyrë sot dush, bukuri që vetë Zoti ka folë sot dush, merakli tokës vetë sot dush, po ashtu ti. Prej kohës të para luftës, do me thonë, unë nuk moj men shumë. Pikrisht, këtë periudhën e reti. Periudhën e re, 2003 knej, e moj men krejt, po shka kom një prej plezhve, cilë të më ka interesu me ditë historinë e fshatit paka shumë, kom një shumë sene për fshat që janë konë këtu. Është një fshat që gjatë luftës e konë një djegun pëthoja se 95%, edhe sot fshati o këthy një jetë. Është një fshat cilin ka njerës që edhe e kanë lanë leje rritë në Gjermani, e kanë lanë Gjermani në sot janë këthy edhe jetojnë edhe veprojnë në Kosovë. Që kjo është ma e mira. Pikrisht në këtë fshat. Që kjo është ma e mira. Unë po besoj që duhet me konë qëllimi çdo mërgjimtari, po ndryshe që hallat i kanë bërë që me dalë atje. Jeta dinamike i ka bona i ka detyru me dalë. I ka detyru režimi asaj kohe me dalë, me ikë prej venit vetë, po mi gjitha rinia po kthehen, po vendosen fshat, edhe po punojnë në Kosovë më shkurt. Nuk e di a kena lejën e kujtimit me vazhdu me ecë edhe me shku dete bashkja, apo për në thëtë, do më thonë, ecni. Kur na i thu kretë të të mira, blerim, cila ndashtë është një arsye që ty të monë, që edhe në djellë, edhe në shi, edhe në borë, me o marë me tokën tane. Nështë ta mundet me koni pyetje shumë e thjeshtë, unë e ta di qëllimin, po du me nda, sepse është motiv për të tjerët, kur po e përmen një mërini. Qërë vizitorët që mundet me i fokusu kamera, vizitorët të shku pikrisht në Parki Nacional Blinojës, për me bo vizit, me i po kafshët e egra, i cili park datën prej, muj me thonë 1956, nuk e di sak datën, po është rujt, është kultivu gjohu mrana, sot është gjëtime rëndësit veçantë,
e shpallur në vitin 2008, është e pasunune me kafsh, jetën deri eger, jetën dreri, dreri i kuq, jetën dreri lopotar edhe kaprulli autokton, është prezent macja eger, është prezent lepri, shotat e egra, ma shkurt është kopsh zoologjik. Kopsh zoologjik. Kopshti i Blinojës, t'juv këtu. Për te i këtyne punëve që merresh blerim, a bëni bashkë, unë e di që thatën ka problem ka pak me ujë këtë fshati juv. Fshati ka problem me ujë ka pak, po na bashkë bajmë se qito po rrim, qito ton ditën jem qito ma shkurt. Dët me vodi edhe pse mos me konsumu një produkt bio. Po, loj, një domate tonë, Po normal. një trangull tanë, ose një patligjan pithojna se jena... Patligjan ma shkurt. Patligjan ma shkurt. Hajde po shkojnë atit e bo, kemi na dërgu edhe me një vend tjetër që nështë edhe një pjesë bisedës e bojnë atje, gjatë verës që të rrini. Po gjatë verës, gjatë dimnit, po zakonisht verës rrim ma shumë. Këtu është ajri ma i pastër, ajri filtrum, është ka pisha në tapitatin atje të Blinojës mrena, është blini edhe pak sot janë nis me qelë lullat e blinit, ti mush shnit. Po ajri pastër mo, ajri pastër. Shtu po shujmë kumpira, ose patate në gjuhën e standardizuar. Tash ti angazhun mas sonave, mas ushqimit për bakti, edhe në kanë metë për prashit, për ndërtu. Shmonë edhe ti më trajnë, për ndryshë statela janë me rrymë, me po me i prek dridhin pak, po nuk të mysin. I kanë bosh kokë i sigurisë ndoshta... Sigurisë për kafsh, tegra, për... Mos me i solmu uki, harusha qëtu. Ka, e? Po harusha vjen ndërku, po nuk qëndrën gjatë, këtu vetëm tranzit. Kalon po boll, njëherë me po mera ojo, e po të vetën. Aja pas ka nis me mugullu, thujnë Allah. Po, ja ka nis me mugullu dhe... Trongujt ose kastravecat që shizë. Spec po shohim edhe po shohim patligjan. Edhe, shësh, atë ka dal njani. Jo, ja, më shfaq se është një nxet. është një nxet edhe na bën zarar. Halal ju kufto blerim, ndoshta kjo emisioni unë e di që ka shumë histori. Kemi ma tregu edhe një histori, diçka që ka ndodhur, diçka gjatë luftës që ka qenë arsye që më u pushtu krejt, mirë po jo këtu. Po shkojna sepse secili fshat në fakt e ka nga një mulli të vjetër e që ndohet këtu hala është funksional. Mullini është funksional, pronar është Shaban Kastrati, cilin e përshëndes shumë, edhe e falenderoj shumë se prej tina edhe ku mësu shumë sene, edhe ku nejt shumë me atë njeri, edhe më ka furnizu me millë se kom pas problem me gastra, për lukth, edhe një doktor më ka rekomandu me përdur millin e kalamujt, që i thuj me. Edhe Shabani më ka furnizu me ta, kur nuk më kalo pa millë. Kur nuk më kalo pa millë. Mullini punon edhe sot, daton, muj me thonë dikun që 250 vjetë ose 300, mulli i cili ju ka shërby 3 luftave, 2 luftrave në fakt, i ka shërby luftës 2 botnore, i ka shërby luftës të fundit në Kosovë, i cili ka blu, edhe me qata bukë, qata njerëz që kanë marë millin, qito janë dalë në Shqipni, edhe janë strehu atje edhe i kanë pështu luftës. Po, Mullini, o konë edhe si strehimore për disa fshatarë këtu, se në atë kohë e dim që regjimi Jugoslav i ka marrë ushtarë edhe i mytë ke vetë atje, edhe thëjke kanë bo vetë vrasje, shqiptarët. Shumë shqiptarë ka që janë orë në arkivëll, prej ushtrijes të asaj kohë, disa fshatarë këtu, kur javë kanë qu letër thirrjen për me i marrë, për me i qu, me kry rekrutimin ushtarak, e kanë gjetë strehimore, nuk kanë dashur me shku, apo janë frigu, ato nuk muj me ditën, e kanë gjetë vend strehim Mullinin, edhe kanë kalu netët në Mulli, kanë flejtë në Mulli ato. Janë konë ma të sigur. Me lejen tonë edhe po besoj që të Basit Shaban e kena lejen për me shku, a shkojmë atje dhe shumë, për ndryshe me blerimin, problemi. E kena edhe një surpriz me juve, amo qka qysh tek, e zbulojna atje, hajde të ashti. Faleminderit.
së bashku me blerimin, para se me shku të mullini, nuk mojtëm, sepse patëm shumë ofër blinojen. E pat për mes pamjeve që fatkeqësisht nuk mojtëm me e taku as edhe një kafshë që jetojnë këtu, për ndryshe, ky vend blinoja i rrethuar blerim sa... Po si pas statistikave dikun janë 5897 hektare. Është i mbrojtur me ligj nga Është shteti? i mbrojtur me ligj nga shteti. Fatmirësisht është rujt edhe është kultivu prej mas luftës, duke i falenderu drejtorin e Blinajës Naim Shalën, duke i falenderu gjithë punëtorët e Blinajës, është mbrojt edhe Është mbajt. është mbajt edhe ruhet nga ta. Edhe ruhet nga ta. Qa du me të pyet, po nalmi qëtu, po du me i numru bashk sa lloj të kafshëve i kena këtu. Po jeton 3 lloj drera, e di? Kafsh, llojet e kafshëve këtu jeton dreri kuq, jeton dreri lopotar, jeton kaprolli autokton, jeton mocja egër, derri egër, jeton vjedulla ose jazbaci që i thojmë ne, jeton dhejl pra, shotat e egra. I kemi 32 liçeja kumulus këtu në Parkun Nacional Blinajës, cilët janë pasurun me peshk, ka droj, ka bli, ka gjitha llojet e drurit mujnë me kanë këtu. Mrekullin tokë. Ka. Po do me të pyet pak vizitorët, a e kanë mundësinë me marrë leje të posaçme për me hy këtu apo? Për ato nuk mujnë me ditë, po duhet me pas leje, se edhe na si fshatarë të këtij vendi na duhet me pas lejen e Agjencisë Pyjore të Kosovës edhe të Ministrisë Pyllëtarisë të Kosovës për me dasht me hi dhe me vizitu këtë vend. Për ndryshe ky vend është i mbrojtur me ligj, siç e thamë më herët. Fantastike. Për ndryshe në ora 10, të ndëruar shikues se kanë kohën e ushqimit, ku ata të cilët përkujdesen, ja ofrojnë ushqimin këtu, po është koha e nxehtë dhe sigurisht këtë kafshë i kemi dikun në pyje dhe nuk mundem me u taku, po... Janë edhe me të vegjël, se ka fillu dhe mbashtimi tyne, edhe nuk besoj që nuk ekspozohen për atë arsye. Na me blerimin edhe me kujtimin ka dal, po lëshohemi nga erdhëm edhe rastësisht inshallah e shohim ndonjë kafshë, edhe shijoni që të pomi se për bes asone nuk e pas kam ditë nashta është marrë për mu, që ekzistojnë për parë me i vizitu, po gjithsesi shijoni këtë pomi nga Blinaja. Faleminderit Bler. S'ka gjë val. Po nuk ka emision që e bëjën e pa pos një këruvre. Ka vjen qëta uj? Dhe s'kam po, nësh me rejt, pëll mi fjallë të huja. Vash. Une që ato që e kom një, që ato muj me jau shpjegu. Hajde. Pi uja, jo. A pihet, po. Që shpje që s'ka uj ma të njerë hinë. A s'ka gëllëqie dhe s'ka sen. Bete i pen. Wow, knaqë që me hajtë. E për puna e këtij kronit val, thuhet që në kohën e kralit, Aha. i kanë metë ushtria pa ujë, qëto, në bashkë në qëtë vend. Po. Edhe kali i një ushtarit, në atë pjesën atje ku e pamë dhe ma herët, i ka ra gurit me patkojl, me kam. Edhe ka shpërthy që kjo ujë edhe sot
mundet më furnizu dhe krejt fshati për ti. Do më thënë, këtu janë legjenda paka shumë që thuhen, a më beja ti momenti ka shpërtru dhe më kur s'kan dalu, para so vitër su vëzëllët e konë? Po, mund me konë dikun 200-300 vjetë, po. 200-300 vjetë? Mundet me konë, po tash pas një këjdhonë gjithmonë më shifet një e vërtet, valë. Pikërisht, se nuk thuhet dhe t'hajt. Unë kështu e kom një, kështu ja sfjegoj edhe juve. Absolutisht, një histori është e bazume dikun. Nuk e di t'ja u kënoqe veç na për veti shumë bile. Po i ko knasimat madhe bre valë se me orë dhe me shiju këtaj. Kujtimi për jo ofrën pamje, e blerimit falemderit se na mushim informacione ma mirë se sa një historian. Nashta s'pja morëm historianit ato kompetencat që i ka, po paka shumë informacione rreth glinaje se fshatit në tërsi, për ndryshe pasuri shumë e lartë, që s'na tha dhe blerimi edhe dihet tashmë që është e mbrojtur nga shteti edhe do të duhej të mbrohej absolutisht edhe ashtu është duke bërë. Kjo është veç një bukuri vale e cila ekziston në pjesë të Kosovës. Se Kosova është e pasuruar shumë. Absolutisht që po. Shumë me natyrë, me minerale nëntoksore. Badihava nuk ka ndodhe e lupë që njerëzit kanë derë gjak për me majtë këtë vend tonin. Normal edhe jo rasisht kanë këshyrë me uzurpu këtë vend të pasën shteti Jugoslav. A di qëta që shmak në zemën me bo Shqiponjen. S'kam qare pa e bo. Jemi në fund të emisionit pothuajse dhe sigurisht që pothuajse në fillim të emisionit e kam përmend këtë mullit e fshatit e që më shekujt e tërë ka funksionuar, madje funksionon ende e këtë emision ju e patë edhe vetë që unë u kënaqa edhe përjetova gjithë këtë natyre, këtë bukuri që është në fshatin Blinoj, po shkojmë të pjesa e fundit sepse e kemi edhe historinë e këtij mulliri dhe e kemi s'po ju tregoj çfarë kemi, për fund se kena me mshel me diçka që mund kënaqet zemra. Hajde. Baci Shaban është të naprit. A dënë musafir Baci Shaban? Hajde botë. A je atë qëshia? A je mirë? A je gjallë? është gjallë dhe ne keni jo të përforë? Qëshia i bjen? A mujna mu ullë pak? Mirë se ju gjetëm. Jo zakën shumë në përfshata, zatetëm mulli. 4 gjysh, bab gjysh, baba jëtë, ti,
e gjenerata, me këtë mulli. Po. Qysh mujtë e mi adolë më burë? Po kallaj oke. Qysh kalaj? Kallaj po me puna rritet gjithçka. O, pasha besën po. Unë jam Shaban Kastroti, viti 1953. 53. 53, që të kom lind, që të e vdekje. Edhe unë këtë kom që jetën, mullini kërë kom po që i kanë ndërtu 4 gjyshe, bab gjyshe, bobe, se kom lënë me hubën këtu, kyna ka gjithë konat mashtiret. Kërën kom ata për para, po edhe na që të arbi kohën e lufta që e përjetum, kjo bëllë për neve. Në të mundësit e mija i mundu me regulluhe, edhe në tarë me lonën, dishka. Që dojnë trashëgimtarët e të me që për para? Që dojnë që ku kanë. Po. Po me pas mundësi me regullu ma mirë, e ku ma mirë. Po që s'ka, unë e kisha lu që ka mundësi, dishka me regullu ma mirë. Do të thëtë partë, në këtë objekt tje ke ndërtu me tulla? Ta, që ta qysh po shijet kretë, unë e kom regullu, me ka kretë që të me temel, të melin, me që kanë shëmë, tani kanë vazhdu në që temel. Dhe me tulla, me kullë, me kretë, që të një faragani me najtë. E këtu, kam qef me ordë dhe pupe, dhe pishërven edhe pupe, të vetet e kretë. Po, a nalmi pak, unë e di që gjatë luftës, përveç që ky vend ka dhonë buk, do më thonë se këta është buk të ke fundit, po njerëzit edhe në strehu këtu, gjatë luftës. Qysh ndodhi kjo periudhë? Ka poshtë në gjatë, para luftës që e përjetum na. Po. Kur na theshin për ushtarë me shku të Jugoslavijës, atëherë u shekje se shka përbunat me ushtërinë tonë. E ka poshtë njerë që nërë që të në strehuë, sa kanë poshtë mundësi, mu strehu këtu, me mbrojt poplin tonë. Edhe prapë do të mbrojmë sa ta kem shëndetin edhe ymen, kem knashti që kem këtë popull, edhe t'jem për vetë vetën, vojnë jam. T'jem për vetë vetën, ta ngritën venin tonë, ta nolëm rinin tonë këtu. Se rinia jonë s'ka vaj se përshkojnë në përëndim, edhe pe hu vetë vetën ati. Se pas i Shaban, se kërë për të shë, mba se kjo është dhimbje sepse lufta që ka kalum si shqiptarë, rinia me lëshu venin, a je kunder për me lëshu venin edhe pse? Ja, unë jam kunder për me lëshu venin, po që se me lëshu venin. Se me lëshu venin tënë, të kom në vend të unë me punu, ka punë bëgë. Pa që do me punu me ngrit fabrika, qysh ka posë para luftës, me punësu poplën tanë alamit. Sot për sot ka tanë alamit, ka mjek, ka doktor, kejt, do me onën, ushtrin, krejt, shkollimit do tjetë i mirë felt, vend të unë bre, lovja, se mës me punu për vend të unë. Po. Qështu si... Gojle. Po du me të pytë për mulli, a i ki mështerit e tëtë, a marrën edhe këta të shotit, të blinoj, a qysh i ki mështerit? Mullini, unë e kom regulluë, po mullini o i krede. Po. Kush njëse që tash në luft, i kanë rrisë me zërë, jenë konë do herë, po tash i mas luftën për ishi vetë me unë që e mojë, që nuk e di që teritori gote vishë unë që e mojë. Po, s'ka mo, që ata thash. Që tash i vetë me unë që e mojë, po tash unë i kam ata njerës të mi që janë të reglit. Tja peshon çdo me në 6 vjelë shëj, që tash e njerë në telefon tiri, 25 kg prej frizoj vjeni merë. E tash me që ta ujë vinë me në 6 vjelë shëj, të tregua si për shëndetin nuk më mirë, po mirë do të më thonë zotë që qështë më mund me punë. Mos i munësh, mos vëndzon. Sot moj, ka me mojt, shërbim poplit tonë kjo. Buk del për këto edhe normal që në shërbim poplit është. Shërbim poplit, edhe ka na vynë tonë, jo, vish mu, po ty, atina. Edhe me mujt me regullu ma mirë, nuk mirë. Po, edhe sepse nuk po du më të mundu ma shumë, edhe po du më i po pomit e mullirit që është të blu, po kapt me to është edhe një supë, që ato pikrisht ka nejtë, do më thonë njerëzit që e në strehu këtu, gjatë luftës. Po tash e merë edhe kujta në pomje, pa që Shaban. Unë s'pë du as më të me i të bërsh, pa më thonë diçka, po s'pë du më të munu. Jo, falemderit, juve që keni gjithë ku me orën, me digjetuhe, edhe me posh ka është mullini ujtë e me të regu njerëve, hej, që të më veni, që të më jeta. Edhe që shtu kena jetu? Kena jetu, po tash ka orë ku edhe ma mirë, po mës të harrujna. Ta lomë shqajt, mro pa këtu kushon gjenerot me gjenerote, në penzinë ta kjenë gatshëm. Pikrisht. Edhe kështu që do të mundohem, zbashku me popën, janë për krash, i falenderoj ata njerëz i kam të rregullit, po edhe që i vinë për shlartit, të e po plot to son vëllë.
Plot thos. Edhe është në mundësive, sa të ka mundësi, më shërbi mirë. Që ta është treguar se janë pa qef, s'po mund bashkë sa të po... Me rëndësi emocional. Jo, më nërë... Sot kesh jetë që orej sa ma gjatë emocional se... Faleminderit qindra herë. Me lejen tone, kujtimi po hinë mrena me të ofru pomje prej punës që ti e bën çdo ditë, e ty të faleminderit shumë e jetosh sa ma gjatë. E të lumshin durt. Kujtimi po shkon mrena mi usill edhe nga soba që jenë strehu njerëzit këtu gjatë luftrave, në fakt ky mulli i datën qysh më ti, a mujna me thonë që i ka 300 vjet? A mujna me thonë që i ka 300 vjet? Allah jo, përshë të bose. I ka 300 vite. Faleminderit edhe një herë, e për ju ofrojmë pamje të mullirit dhe jemi me pjesën e fundit me diçka fantastike. Shkojmë kujtim. Të ndëruar shikues, gradualisht u afrova deri tek fundi i këtij emisioni ku gjatë ditës së sotme unë kënaqa tejet mase shumë, sepse takova njerëz të mrekullueshëm, njerëz të cilët edhe qëllimi i këtij emisioni është që me i prezantu ata njerëz të cilët e dojnë tokën e tyre, e dojnë votrën e tyre. Kuptova që në Blinaj po ashtu që nga lufta ka dëshmor, mirë po kuptova që në Blinaj një gjë pozitive edhe nga mërgata e në këthyrë për të investuar në tokën e tyre, e tashmë plotësisht dikun ndoshta 250 shtëpi prej 300 prej tyre që i ka ky fshat 250 pra jetojnë brenda tij sepse kanë kthyer për të investuar në tokën ku të parët tanë ndoshta luftuan e derdhën gjak vetëm dhe sakrifikuan gjithçka për ta çuar këtë vend përpara. Jo rastësisht desha që ta mbyll para këtij mulliri dhe historisë Basës Shaban, sepse historia shqiptarëve në fakt është kjo, kanë jetuar nëpër sfida, mirë po asnjëherë nuk janë dalur që ta dojnë vendin e tyre dhe ndoshta të me mundu me gjallë me aq mundësi sa kanë pasur. Faleminderit juve shikues që qëndruat deri tash dhe po du me ju përshëndet të gjithë ata njerëz të cilët janë të fshatit Vërshevc e patën mundësinë që me e knot synin e tyre me një lloj nostalgjie përmes këtij emisioni. Po du me e mbyll me surprizën mbi të cilën Blerimi ka vendosur me na ofru neve me një këngë me Sharkia e juve deri në takimin tonë të radhës. Falenderojmë shumë të veçantë po ashtu ISP Broadcast dhe Aurora Klin të cilët janë partner të pandashëm të emisionit tim. Faleminderit shumë që ndroni me neve, mirë po shijoni edhe një pikë muzikore nga Blerimi dhe shoku i tij. Cilën këngë Bler? A je lodh? Dojmë janë nis një është muj me çëshdime se nuk është që mirëm në stop me apo ngën mu, me qenë se jam Maroki. Me ke erdha si musafir sot. Kongën për Fazli Greqepcin. Në breval. Shkojmë, jena në fund të emisionit. Për jetën një herë të shim, fol për jetën një sa herë vim, lekja e shim jetën me rotull, por jeta lidhje me një popull, por të pihet me një lugdeti, mund të vjen dhe viziu të rmeti, me një lukë dhe tis mund të pihet, por një popull nuk mund të njihet. Net për zhihen toke det, kush nuk vdes për flamur vet, për flamur për atë dhe Kosovës martire jetën boshjake. Dhe u të qofti lete o Fazli Greqepcin. O të hojtoj ma, o
breza